çfarë na sjell në agjërimi? Atëherë pavarësisht nga ana ime, agjërim të lehtë të pranuar, qoftë muaj mbar për gjithë. Nga ana shëndetësore do të specifikoja të parën fare uljen e niveleve të insulinës në gjak, pra sheqeri në gjak. Është shumë e ul insulina, sheqeri në gjak dhe sidomos për personat që vuajnë me diabet të tipit 2. Pra praktikisht nëse mbajmë Ramazan, personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 do kenë një ulje të insulinës. Diçka tjetër që dua të them dhe kjo është shumë e rëndësishme gjithashtu, ekziston një proces në trupin tonë që quhet autofagi. Autofagia ka të bëjë me riparimin qelizor ose e thënë ndryshe, qelizat tona fillojnë edhe rikuperojnë pjesët e tyre të dëmtuara gjatë momentit që ne mbajmë Ramazanin. Për shkak se ka mungesë, kjo ndodh sepse mungon sheqeri dhe jap një kohë trupit të rikuperojë. Po çfarë ndodh se janë shumë të lidhura gjërat. Në momentin që ne nuk konsumojmë ushqim për një kohë të gjatë, fillon trupi dhe ndjek masën e vet diamore sepse ha vetveten, i duhet energji për të funksionuar. Dhe çfarë bën? Ha pikërisht to pjesët të cilat janë të dëmshme për organizmin. Dhe te pjesët e dëmshme hyn edhe dëmtimi qelizor, gjë që jep kohë procesit të ndodh për të riparuar. Tani, te ky dëmtim qelizor, ne kemi dhe stresin oksidativ, i cili, ose e thënë ndryshe, janë ato qelizat e helmuara që i them ne. Stresi oksidativ helmon qelizat dhe këto kthehen në qeliza kancerogjene. Gjatë muajit të Ramazanit ekziston probabiliteti i reduktimit të qelizave kancerogjene. Për praktikisht ne po ndihmojmë veten tonë për të rikuperuar dhe për të shfarosur qelizat kancerogjene.